histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje të dashur dëgjues të Klam Radios. Po e fillojmë edhe sot një edicion tjetër i parafundit i këtij viti. Nesër është i fundit. Apo? Nesër është i fundit. Nesër është i fundit. Po kështu drejt për drejt është i fundit. Se nesër ka diçka tjetër, ka më speciale. Unë mendova emisionin ton Drive Me Crazy që kena tashë Sovjet për këtë vit, përmbyllet, por me këtë vend që kemi përmendur edhe dje, ky është edicioni i fundit që përmbyllet nesër me një tjetër edicion special që kemi përgatitur për juve. Kështu që para se me fillu me bohytjen edhe kolegu im i dashur më i ri, du me falenderu shumë KTV-n, Koavizionin për mbështetjen, për krahjen dhe gjithë bashkëpunimin e gjatë që kemi pas në tërvite, duke ju uruar shumë suksese tutje me çdo program dhe gjithçka tjetër që kanë përgatitur dhe do të sjellin në vitet në vijim për gjithë shikuesit e saj, kështu që keq ka mbetet me thonë është faleminderit, ju vazhdoni me u shoqëruar me KTV-n se kanë emisione të jashtëzakonshme, ndërsa me neve keni më shoqëruar me Klam Radio në frekuencat tona që i dini tashmë. E përndryshe për juve që jeni në komunikacion nga ky moment presim informatat e juaja me na tregu ku janë ato pjesë më të ngarkuara 049978 është i hapur, edhe po presim edhe përgjigje për temën dua që e kena fjalën dua që 2026 dua që lipa çka dua që lipa, po në 2026 çka don ti mundesh me na tregu duke na telefonuar 049978 njëjti numër telefonit ku mundesh edhe me na dërgu informata, me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara. Është Armend Rexhepagiqi, sot dashni po thot. Kjo është kënga që ka me bo hapjen e emisionit për ditën e sotme. Pas saj këngë rikthehemi, ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit. Telefonatat dhe informatat e para saj përket komunikacionit, po jemi drejt për drejt edhe në YouTube, Klam Radio 886, jemi edhe në klamradio.fm e koa.net për juve që doni me na ndjek edhe përmes këtyre mundësive alternative, por në Koavizion në Klam Radio na keni gjithashtu drejt për drejt. Saj përket komunikacionit, para se me shkute komunikacioni, Petrol Company me super derivatet me çmimet më të mira, po ju pret gjithandej për me rimbush makinën me derivatet më cilësore që bëni më shumë kilometra. Të njëjtën kohë edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese. Petrol Company ka bëni lojë shpërblyese, secili që rimbush makinën me derivate atje vlerë më shumë se 10 euro, e merr një kupon, 22 kupona, 33 kupona, ETJ. Sa i përket komunikacionit, çësia për dekreti i Çaglavicës kolone gjatë edhe në drejtim Prishtinës dhe anasjelltas nga Prishtina me vazhdu tutje. E ngarkuar është edhe dalja e autostradës në Veternik, po shihet kolone gjatë edhe fush Kosova nga zona industriale tutje deri tek rrethi i fush Kosovës. Sa i përket kryeqytetit poshtë, për momentin e keni ngarkuar pjesën e rrugës Agim Ramadani nga Kollmuna deri tek udhkryqi i Menzës. Këto janë dhe informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, ja telefonata e parë. Dhe këshilla është qitni krahët. Jo, ka dal, mos u gotni. Lëshojeni radion, pak muzikë, pak emisione, edhe ju shkoni në shta një orshi. Alo, përshëndetje. Alo, me kë po flasim? Alo? S'pas na shumë. Kom fal. Sebi. O Sebi, çushje, se si me pas ka harru mjal shfuzonin. Ja, se lëshova. Harran ka njerë që shtom. O Sebi, çushje? Mirë, jo, ajde mirë. Mirë, faleminderit. Dua që vazhdoj e fjalin. Çka po don Sebi? Dua që vitin e gjatë këtë përrosë suksese. Ti e vetë suksese. Me pas ma shumë suksese. Po. Okej, faleminderit, uroj shumë suksese për ndryshe. Një doftë. Edhe na të dojmë shumë, faleminderit shumë. 049-978-978 numri joni telefonit, kanë fillu këto kërsimat gjigante. Këto gjumare që janë këto. Këto veç petuar dhe fishekziane nuk janë këto, jenë bomba në tashë dhe atë. Të frekshme. Nejse. Të frekshme. Kështu që ju lutem bëni kujdes, për ndryshe ju që keni ndjek lajmet e ditës së sotme, ka ndodhur një tragjedi që nuk kam koment në Prizren, edhe domethënë zemra mu nda për gjys kur e lexova lajmin. Edhe më kujtu një lajm kur para shumë viteve, pikrisht në natën e vitit të ri, për shkak të përdorimit jo adekuat të fishekzjareve, ka ndodhur një tragjedi, nuk e mbaj mend fshatin ku ka ndodhur, ku ka humb jetën një djalë i ri, një fëmijë, si pasojë e zjarrit që shkaktu nga përdorimi i fishekzjareve. Kështu që ju lutem, kërkesa ime për sot, nesër mas nesër është vetëm që të bëni kujdes.
Ju lutem bëni kujdes nëse jeni sigurt se çu përdoren, më mirë mos i përdorni hiç. Po hiç mos i përdorni, këtë sigurt. Hiç mos i përdorni. Okej, kanë qef, është janë kujtimet fëmirisë, anekni unë. Kujtime këto. Ju lutem bëni kujdes. Dizellonia, sa bukur del. Të gjithë shka 1 euro me shkuj. Kish dizellonia kënaqesh është del. Sikur të këtyne herë simpatike, do vogla të parrezikshme, kështu që diçka shumë bukura, tamam atmosferë. Rruga Tirana me kolon deri tek rrethti prapa stadiumit, vazhdon kolona dhe rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore Model. Është informata e radhës që na ka arrit, edhe po na tregojnë për pjesën nga fshati Shkabaj kolon deri poshtë Veternikut. Enza Home, vendi më i mirë për mobiljet e juaja, për juve që doni me ndru mobile edhe ato çfarë mobile se. Shkoni tek Enza Home se ka zbritje për këtë fundvit, edhe gjeni dhe ja tash betting. Enza Home është çaklavis kilometrin e 6 drejtim Ferizajt. Ju që doni me kërku në rrjetet sociale thjesht Enza Home Kosovë. Pse unë kena bukit zi sot? Se di. Jemi kombinu meçi all black. Nuk e di çka ka ndodhur. Allo, edhe pse kesh të ngjyrën në moment fundit ç'do vendosa. Kush na telefonon? Kush na telefonon? Në dëgjues prej Skënderajit. Hajde ndëgjuesin nga Skënderaj, apo na tregon emrin ajo? Po, Rustem Sejdiu. Hajde Rustem, dua që 2026 çka don? 2026 të na zgjojnë nga gjumi i thellë. Okej, faleminderit shumë që na ke thënë. Jo, na, s'ka magat. Mos u got në Barcelet, mos u got. Hajde, ti ki me kesh. Hajde bre, se dia keshi. Shaban Palluzhën e kanë gjoft. Kena pas nejt bashkë, që e kënë gjoft. Hajde vazhdoja. I kesh pas 2 gra, kur e mor gruan e re, këtu ajo e vjetra tha, u sill kene për abët, të thonë, hot, veja regat, Lum Shabani, për 2 gratë, kur se han bukën thot, jam me pite, jam me mjalt. Se këtu gratë e gjelozëshin të këjshive, kjo për me au këthy, e kënoj kene për abër, tha ka shkojke. Okej. Faleminderit shumë që na ke thënë. Sot që mu kja shport se pedi që jetë e dika tjetër, e po të përshëndes shumë e pas një vit të rit mbar, edhe shumë suksese. Çfarë vjen kena muqu me knu tasha? Muqu edhe na mu knu kënena. Që tjetër, hajde shkort sa ma shumë telefonata. Përshëndetje. E pas ka krya, ka kujtof që okej, që tjetra. Okej, mundohet është ta mundet me marrë prapë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Moni nga Prishtinë. Hajde Moni, tregom çka po don ti. Vazhdoi fjalin, dua që? Vetëm mos më ndërprerni. Unë dua që ditën e ardhshëm mos më pas si zhurma me si petardë shumë paligjë. Okej. Bravo. Edhe një moment. Edhe mi ndërprej që tu debatet që na kanë lodh apo Okej, po don që me pas më pak debate, të paktën me pas debate konstruktive. Po. Edhe një përshëndetje. Jemi live? Live. E di unë çka do me thonë. Okej, hajde tung. I bashkohet përshëndetje tung. O mlujte. Ciao tung, kalov fëmijë. A ti çfarë do të bëna ja? Po, ai na live. Nëse viças se tani po kuptohet. Serious Wine për ata që janë live dhe jo, për juve që doni me ble edhe live online në seriouswine.com mundri me bo blerje të 2200 llojeve të verave dhe pijeve tjere festive që i keni aty, edhe ato me zbritje edhe sot e nesër i keni 30 deri në 50%, mos harroni verën Tarani, por mund me shku edhe një anin prej dyshaneve atje edhe me bo për zgjedhjen të veni atje. Alo Viber, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Smajli të Glashtice. Hajde Smajl, dua çka don Smajli? Me prit vitin e ri gjithë lumtën e me kanë të kënaqur edhe me qeveri, me planuar në janar më vao qeveria. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme. Hajde se pa e përzi pak smujna, që ashtu e kena tjetra fjon. Se po këtë me full. Jo e si a fali, hish. Jo, i kum thonë për një janarit, mujna me shku, po së më kanë gu. Alo. S'po keni durim 2 ditë. Alo. Që? O, përshëndetje. Përshëndetje, Batir, përshëndetje edhe për ty. Apo na dëgjon, Batir? Hajde, çka po don? Unë duhet ja uroj vitin e ri. Po, pra? Se nuk dihet ta mu e marrë netër ajo mas pjam. Ja uroj vitin e ri shumë lumtur, duam juve. Faleminderit, Batir. Ti më kon, ki më kon, po nas kena me kon. Gjithë popullit shqiptar, katëron të botës ja uroj. Faleminderit në emër të gjithë shqiptarëve, Batir.
Dua që viti 2006 jetë më i bogatshëm, më i shëndetshëm, më i lumtur. Urojmë edhe na. Urojmë nga zemra. Faleminderit Batir për fjalët e mira gjithmonë që nuk na ke kushty asnjëherë, vlerësojmë shumë edhe nuk e kemi thonë veç kot, po për një me të kena për zemër. Faleminderit shumë. Gjithat mirat edhe për ty. Tung Bater, po se televizion çoj zonin se këtu e divdu tani ai koçë me një vet atje. Çeni dy herë. Komunikacioni edhe një herë për juve që po e merrni rrugën me shkum Fushë Kosovë nga Prishtina, nga zona industriale tutje me Fushë Kosovë deri te kreti i Fushë Kosovës me Kolon, dashta me thon, dalja autostradës në Veternik me Kolon, dalja autostradës në Fushë Kosovë me Kolon, çasja për te kreti i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës dhe ana Sjelltas me Kolon. Bien kjo mos munis hesh. Pa i munis mundeni, po ka dal. Rruga Tirana është me Kolon deri te kreti brapa stadiumit dhe rruga Gim Ramadani me Kolon drejt tek udhkryqi i Menzës nga komuna. Telefonata fillimisht. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Mindyri. Hajde, dua që të bëj parë llëm, se llëm janë bove parë. Çfarë? Vesh parë sa ato të parën thuj e kam. Llomin e kam vesh parë me pas. Çfarë? Faleminderit shumë përshëndetje. Milionën e kam tash. Ja pas ke nis rrugës mirë koke. Ej, faleminderit, urime gëzuar. Është një prej forave më të mira që është të qarkullu për momentin internet shumë e fortë. Por llëm se llëm jam veç edhe parët ka vetë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush na telefonon? Farushi prej Norvezie. Qysh je Farush? Uroj në fond vit shumë të mirë. Faleminderit. Mirë me thonë se shkëlqyshëm. Qysh? Mirë me thonë se shkëlqyshëm, thash thuje. Ma mirë s'ko. Qashtu. Se fitu ma në fund. Parush, dua që pik, vazhdoj e fjalin, pa politik, pa subjekte, veç që kaq. Normal, ju pritë urime fund viti. Dua që të na prijem bara, që kaq. Jene ma të mirët. Faleminderit Parush. Tung, faleminderit shumë Kalov Shmir. Po, edhe jena vesh, jena veç edhe sot jena, kështu edhe sot kur senani, tani pini janarit, po mundeni me fol çka doni. Sa i përket kësaj na mos më shteni mirë është një farë liste çto. Para se më shku komunikacion veç deri në Tojo. Shko deri në Tojo. Ka dal. Jo ka da atje do të më shku me të katërta se nuk ka aty me prit se ecin veturat. Modelet vinë shkojnë. Toyota cimi ju ka dërguar shumë herë ku mundën me gjetë. Unë po ju them edhe rrjetet sociale me hime këshyra aty, mani numrin e telefonit. Çka do që keni nevojë kontaktoni. Po më i mirë mirës është me shku edhe me testu veturën. Veç ashtu bindesh për krejt ato çka kena folur na për krejt këto vjet. 10 vite garancion për secilin model e sjell veç Toyota, plus keni mundësi pagese me shumë banka. Krejt informacionet i merrni më së miri në Toyota Kosova. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Hamide nga Xhilani. Hamide, si kalon? Mirë, jo. Mirë, faleminderit Hamide dhe na shumë mirë. Hajde tregona, dua që vitin 2026 mas pari normal shëndetje është. Po? Trevi uroj shëndet, edhe du të djali jem të gjej një nuse. Dënë që 2026 ti mu bo vjerë. Okej, faleminderit shumë për të përshëndesim, kalofsh mirë, tung. Veç bënu vjerë e mire. Ciao, kalofsh mirë. 049978978 IPCO i ka super mundësi për juve që dëni me marë televizionin kablovikun, se ka një super ofertë, po për ndryshe për juve që keni me dalë jashtë me prit vitin e ri, ka të shkoni merë në internetin e IPCO se keni me çmimet më të mira, edhe mundeni me marë edhe njënën prej shumë pakove tip që i ka IPCO. IPCO.com ose njënën prej dyqaneve mi pak të super ofertat që po qarkullojnë. Për ndryshe jena tu i pranu 2 telefonata, mos habiti, njën Viber, njën telefon, se përshë që s'po na presin se po tutën që po kanë thirr dikon tjetër. Pa ja u përmend emrin. Hiç mos jam nin. Hajde që tjetra. Alo. Alo, përshëndetje. Na i përgjigje interesant. Kush telefonon? Erda nga Vështria. Hajde tregom çka don ti. Dua që vazhdoje fjalin. Dua që ky vit të sjell paqe, shëndet dhe lumturi me çdo familje tona. Faleminderit. Përshëndes shumë. Përshëndes edhe një Gjithat mirat, pala Vështrisë, faleminderit shumë. Mos harroni me pas Tryezë dhe Superbokun, birën më të mirë portugeze që tash e kemi edhe në Kosovë, keni në përkrejt raftet e marketeve tona të vogla të mëdha, në çdo kafeteri, madje edhe në shesh kemi përmend që keni shtëpisën aty ku munden me shiu të ftoftë të mirë. Kështu që Superbok mos mungoj në Tryezat e fundvitit. Alo, përshëndetje. Alo. Okej. Tjetra, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet?
Bashkimi prej Ferizajt. Hajde bashkim, dua që të bëhet edhe Prishtina si Ferizaj. Dua që viti 2026 jetë si viti 2025 asgjë më shumë. Se çka ka pas 2025-ën? Ka qenë excellent. Okej, po më vjen shumë mirë që për dëgjoj dikon që e ka pas vitin 2025 kaq të mirë, edhe i pas krejt vitet e mira. Faleminderit që na ke thirrë të falat Ferizaj. Ja Ferizaj. Çe tjetra? Ma mirë se me qenë mirë njohës, definitivisht. Alo. More. Alo, kush telefonon? Voli. Hajde Val, si je? Mirë, si jeni? Mirë, pse po kesh? Po mos a di kujton si Vali Korllone si sana, ne shpërthos Vali. Ja kena shtimenjen e keqe njerëz. Sima gjithët ju ai Gilanit. Po, tash e morëm vesh, po ty po të keshët. Tash të prezentosh, ka me të kesh, ka me të kujtu Gilani. Krina pjalojna super Vali. O Val, çka po don ti? Unë po du vitin tjetër shëndet gjithë se si për gjithë. Ajo dihet. Edhe pushime sa më shumë më bon. Bravo bre. Bravo. Pushime. Tri kam të rezervume për tjetën vetë. Edhe tjerat nëse vjen ai edhe më mirë. Hajde ku ki me shku, vish shpejt kallzam. Jo vena s'bën. Okej. S'bën. Nuk do të gjithë me po kjo atje, pe kuptoj, mos ta trego. Bravo. Jo, çashtu. Me na po neve atje. Me mbi turizëm. Ka thonë që tu po shkon Vali tani me shkollëna. Jo më shfarti. Po e kena zakona, Jo më shfarti Val. Bravo Val. Nuk bën. Ciao. Mirë shumë, hajde tung. Ju përshëndes. Hajde faleminderit shumë, faleminderit. Tung. Swiss Diamond Hotel Prishtina që është në zemër të Prishtinës, nesër e ka super najën atje me Albanën dhe Albinën, mas nesër me një anare keni Irma Liboovën. Për juve që doni me shku me festu me uknash, me muzike, me shumë ushqim, telefononi, edhe besoj që ka na e ven nëse ka met, në 038 400 040 është numri i telefonit, ose i shkruani në rrjetet sociale. Telefonata, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Adia nga Skënderaj. Dua që? Dua të jetë ky vit me plot harmoni, gëzim, lumturi në çdo familje. Faleminderit që na ke thirrë edhe gëzuar. Tung, që tjetra? Faleminderit, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Gente, dua të vitin 2026 na kthej tash në toqë dhe katërvesëris. Okej, faleminderit shumë. Përshëndes Gent. Hajde gjithat mirat. 049978978 mos milion anash edhe çdo fotografi që po na vin se tani thonë oti. Dalja e autostradës në fushë Kosovë po shihet shumë e ngarkuar me kolon, po vazhdo me qenë shumë e ngarkuar edhe çësia për dekreti i Çaklavicës se dalja e autostradës në Vetërnik. Rruga Agim Ramadani me kolon nga Ullkryqi Menzës dhe komuna Dhana Sjelltas dhe nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut keni kolon. Çe tjetra fion? Alo, jo ti. Hajde se po komë. Alo. E desha një veteran e arsimit po lajmërona. Përshëndetje, si jeni nderuar? Mirë, ju që shenim? Mirë, faleminderit. Dua që vazhdoje fjalinë. Se pa ku lodhëm të E di, sot pas ka ngarkesë madhe, kena shumë telefonata, kështu që ju kërkojmë falje paraprakisht. Më zonë konsiderat se unë e veteran e arsimit madhe ka me motrën atje më zinë garant se ju për qjellë gjithë një kamenicë. Bile një të interviste kemi në dhonë para 2 vjetë atje në këtë vë. Me që më bjenë mirë. Faleminderit shumë. Përshka tashti viti që dua të, unë e tashti që 30 vite, pak të kthej si të prapë, që 30 vite jetoj këtu, asë në herë të më ka rasti me shku me pybit në rinë në Kosovë. E to të diçka kom Po jeton që 30 vite? Në Gjermani. Në Gjermani, edhe për këto 30 vjetë asë një herë nuk ka rasti situata me ardhë në Kosovë me festu? Shqyqe veç po të regoj. Por rinë tashti na tek pension, por rinë atje ma shumë 7-8 muj, po vina këtu dimit. E së vja radha me shkojnë. Mundohë viti tjetër me ndryshum. Do që viti tjetër me prit vitin e ri në Kosovë. Edhe këto su kam ftof si vjetë, kështu që i sheknash. Faleminderit. Gjithat mirat, faleminderit e gëzuar. Alo, përshëndetje tjetra. O, përshëndetje, se mu. O, dhe ty përshëndetje, kush na ka thirr? O, fisi po thirr për Skënderajt. Hajde, dua që? O, që t'ja kuqit sevën kalloshit për vetri kësmet. E t'ja ore gjithë dhe vitin e ri. Pse du të me boj stofis? Por të bojnë ata shok të atje tonë duhet me bojnë cim. Jo, gabim e kifes.
Pa duhet të asocim. Shumë gabim. Faleminderit shumë që na ke thirr. Përshëndes shumë. Mos na promovoni gjëra të tilla. Përveç promovimit, domethënë nuk e di çfarë kënaqësie nin, përveç rrezikut shumë madh sa ata ku shkojnë nal kthehen poshtë, edhe që dikuj na domethënë mundesh mi aprish komplet festën, veç do dush me shtin kry, që i aprish festën dikuj na, edhe nuk është bregaj kur far kënaqësie, nuk e di çfarë kënaqësie nin me atë. Edhe nuk është diçka që s'ka ndodhur, s'ka ni, me thon hajt se ndoshta nuk ka ndodhur. Jo. Kon vakti. Tash kemi, se edhe Cimi edhe Cimi ka pas tash nuk e di, kemi pas familjar që kanë punuar në urgjencë, edhe punojnë hala në urgjencën e shtetit. Unë dua që ta persona me shku me nejt çat jeme kështu. Edhe ta keni parasysh se ju i lexoni ndoshta veç titujt e lajmeve dhe janë shkaloni. E dëgjoni që sot një foshnjë është mbyt nga zjarri, nuk e di me arsye se ende është duke u hetu, po që po supozojmë se ka ndodhur nga diçka e ngjashme. Ju janë shkaloni si lajm. Nëse keni familjar që punojnë në ÇGUK edhe ju tregojnë vetë me gojën e tyre se çka kanë pa, çka kanë përjetu gjatë 3 ditëve ku festohet me armë edhe me mjete piroteknike, besoj që ndoshta ishit nalë dhe kishit vendos gishtin kokë. Është shumë Unë dua që ta persona domethënë me nalë çdo sene. Hajde që tjetra. Ball kena përdor armëzjarri në raste të tmerrshme. Alo. Kur ka goha. Përshëndetje. Kush telefonon? Gavnimin telefon. Emrin? Ngavnimi. Ngavnim, okay, se s'ka shumë sigurt të dëgjova mirë. Po Ngavnimi. Ngavnim, dua që vazhdoj fjalin. Dua që kur bjerë astaritja pufis që kanë ra vitin tjetër, krejt moshkujt më zhduk veç mu më mlonë dhe thanat. Qa që zarko ke Ngavnim? E more Ngavnim. Jo, nuk jam zër. Ako mundsi, o Ngavnim, ako mundsi vish më mlonë edhe mu vish me të po t'u hjek. Për kur qa tjetër. Vish lem sot t'u hjek e kesh i knoshta. Ja, vish me po t'u hjek. Ani Ngavnim muroj me t'u shihet Ngavnimi duke u fshehur diku në një. Ço Ngavnim. Ciao. Interesant kjo. Na intereson arsyeja. Jo, jo më vetë pishe kokë kështu pis shefit. U bofsha si Ngavnimi, po thot Enisi më një herë. O Enis, edhe ty të pafsha, vish kom shef me të po. Ja, Enis. Si ja don të mirën dikuj na mos ja uro këto. Isha knoshtë po dhe këto. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ta bukur koka me shiku nga Kosova, që nani prej Gjilanit. A po shina ma mirë këto atje? Ma i bukur doket këto. Nga rarasi me to atje, kështu që... Nisaj t'njejtat në gjyra, po i njejt e qajs. Atje jashtë gjyrat jenë ma të mira. Ja, këtu jenë ma të mira në gjyrat. Jenë pak ma hiri. Ajde dua që... Ja, përgëzoj për mesazhin që e dha, shumë mirë. Faleminderit për këtë mesazh shumë i qartë. Po shpresojmë që vish mu vetdisu se na mesazhe mytëm tu jep, po domethën vetdisimi e petha, dohet tha se ai tjetri duhet. Pse shkon ti mi thonë edhe aty drejt tjetrit do nale o vllos, se është fakt nacie që marr punë. Tyra policin. Po hiç për mos vje puna nëse. Dua që mos të prishëm festën. Dua që në 2026 na shkoj sikur 2025 për familjen tonë, ishte mrekulli, më shumë. E pas gjithmonë mrekulli, faleminderit që na ke thirr. Faleminderit. Çe tjetra. Alo, kush telefonon? Përshëndetje, Ganiu. O Gani, përshëndetje edhe për ty. No, shumë disponum, po pse po vesh një zeko vetë hunë bukur shumë. Çashtu se zemrën e kena të kuqe, jena shumë energji, e kena aurën e kuqe. Ja, zemrën e keni të bardhë, si fora. Hajde tregom Gani çka po don ti. Dua që ti veç e vazhdon fjalin. Dua që shumë seriozisht ju shoh edhe një kohë pak më gjatë tu më dëruse na dha një lajm pak si çuditshëm dje. Edhe sot e dha. Jo, bash i çuditshëm, është bash. Është i vërtet. I drejt për drejt dhe i sakt. Ja, na keni tërheq shumë. Na jem mësuar me ju sinqerisht. Përmenda dhe javën e kaluar ose dje nuk jam e sigurt që keni më na mungu definitivisht shumë, por duhet më ju rikujtu që na kena me vazhdu me qenë live përmes frekuencave tona, keni mundësi na dëgjoni në aplikacion, website, e ndoshta shumë shpejt edhe në kanalin ton. YouTube. Derisa të stabilizohemi sa i përket aspekteve teknike, kështu që keni me pas. Fillon mas vitit. Derisa të marrim veten. Keni audiencën e fuqishme dhe na keni mësuar tani do të na mungoni sinqerisht do ta përcjellni edhe më pas. Sinqerisht do të na mungoni dhe pa prekje që po thonë pa pardon ata Francesc Andrej, nuk dua që mos i shoh, dua që pas këtij viti 3 që po hym te nesër
nuk dua që t'i shoh disa analista që na çojnë kokën çdo natë me do mjekra, me do sjellje të pahishme. Me do sharje, fyrje, banalitete edhe gati që mos kemi zgjedhje thuj se ata po dalin veç kur po kemi zgjedhje. Gani. Çito mundesh me bë, domethënë, veç mundesh me ndru kanallin me këshir sport. Thjesht e ki. Thjesht e ki. Ora ju shkon, për vetë gishti ju shkon aty te debatet. Atë bën dëgjoj muzikë, bën dëgjoj të vezën edhe po që tani e fshat mirë. Tu ngani përshëndesin për shofim. Zogji prisi edhe një anisin tjera, i të mrekullueshëm. Faleminderit. Po thot, Ganisha po thot që do drita, po thot, pse s'pojenim politika, atë që kishi bo vota, drit nifsha që aty meçha. Alo, përshëndetje. Ç'aty? Mos se bëzot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të dëgjues nga Vushtria. Hajde dëgjuesin nga Vushtria, don që çoj me kon më i ron ose më i lehtë. Hajde, çka do? Mu morë qoj e vetë. Ja, nuk tash me morë vetë, ja. Çka don ti? Çka don? Hajde tregona. Po vish limon se çojin e kam. Jo, çojin e kem, s'po e upi, çojin e kem. Ta vish për çaj seken. E çka don? Dua stash lirimtar ty që jena në hak sa më shpejt që 2026 në uliru. Shumë shpejt. Po shpresojmë që shumë shpejt me uliru dhe me orë vitin 2026. Krejt komplet. Që ta shkajen në hak. Krejt komplet. Faleminderit shumë për përshëndes. Ashta na shka puna më morë. Faleminderit po të përshëndes. Hajde, kalëm në mirë. Pa shnetën, kalëm shmirë edhe ti. A po shkojna më Renalbi? A po presim edhe pak? Edhe pak, po presim tani po shkojna. Tani shkojna. Po se Qysh është rruga për Renalbi për ndryshe ose këtu te Projnjal më të më tregon tani? Çfarë tregoj? Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Bajrami nga Shifori Mitrovicës. Hajde dua që Ja shoh Mitrovica sot. Që në vit na shumë të hapët ula e Ibrit. Faleminderit. Po të përshëndesim, kalofsh mirë. Edhe ka kush e shfrytëzon me të mirat e veta. Faleminderit shumë që na ke thirrë po të përshëndesim. Kaloni mirë, urime vitja. Gjithashtu edhe ty. Projnjal me të shme kolon deri tek rrethi i ambasadës amerikane, mos e vish na vete. Për me shku në Vetërnik për momentin është në rregull, deri lart në Vetërnik. Po nga lart Vetërniku deri te rrethi i Çaklavicës me kolon edhe dali autostradës në Vetërnik me kolon. Çe po shkojnë atë në Albi më. Po du më shkojnë në Albi ose në Fushë Kosovë janë blok. Blok janë ti më ngumurren deri kanë. Kryetara bëni helikopter. 8:45 shkon ta monjet në kolon ose s'mund shmej. Hajde shkojnë atë në Albi më. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja, sjelli kursimet në Banka Raiffeisen të përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Për më shumë, transferet nga jashtë në Kosovë bëhen me 0 komision, as kundë si në shtëpi. Banka Raiffeisen, make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundësu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehi që me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim e prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familje son. Kalo rrugën te, përfito shërbime falas për tërë jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Starkart pagesa me këste me 0% interes, me limit deri në 4 paga. Tap. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV.
Po rikthehemi edhe një herë në 049978 më ju tregu gjithë juve ku janë pjesë më të ngarkuara, po vazhdo me qenë shumë e ngarkuar dhe pjesa nga fshati Vragolin në drejtim të Fush Kosovës deri në Bresi atje me Kolon. Vazhdo me qenë qasja për dekreti i Çaglavicës me Kolon edhe në drejtim Prishtinës dhe Anasjeltas, e qasja ose dalja autostradës në Vetërnikosh me Kolon, si dhe rruga Agim Ramadani nga komuna drejt e Gudhkryqi i Menzës dhe Anasjeltas. Këto janë pjesë më të ngarkuara, për pjesë të tjera po presim bashkëpunimin tuaj në Viber në 049978 na tregu ku janë ato pjesë më të ngarkuara. Hajde telefonata e radhës. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Qaosh, dua që t'ja uroj juve 2026. Faleminderit shumë. E para, e dyta është dua që del 2030 mos me pas zgjedhje Kosovë me vazhdue më bo. Okej. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë. Do të thonë edhe një mandat. Edhe një mandat, tamam, po mos me dalë se ja morëm dorën shumë, po thot. Petrol Company për juve që domethënë nuk ja keni marrë dorën ku mishi derivatet më të mira, më cilësori që bojnë më shumë kilometra. Shkoni te Petrol Company, përfitoni edhe nga loja shpërblyese sepse secilën rimbushje vlen më shumë se 10 euro. E merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona kështu me radhë. Edhe i merrni derivatet më cilësore me çmimet më të mira. Çe telefonata tjetër. Shëndet. Hajde. Alo, kush telefonon? Dua që të më lëshon kohë. Dua që të na lëshoj kolli. Hajde Elmi, çush jem? Mirë, vandet, jo e një mirë. Uroj që jem a mirë thonë. Elmi, dua që vazhdoje fjalin. Dua që ta bleni një banesë në Prishtinë. Bravo bre Elmi. Ku bash po dën të lelagjë? Aja ke mësy, a las ke vendos? A veç po dën? Në qërshi që atje në qërshi. Okej, së tha njoni, po du me ble tha dhe si vjet një banes. Sa ke bleja ju, tha, veç edhe vjet kom dasht. O dhe si vjet, po dën. Kemi edhe asi edhe kësi. Tong. Ilmi, falimderit. Na ka ardhur edhe një foto na tregon për rrugën Tirana që është me Kolon deri tek rrethi prapa stadiumit Fat Dilvokri, pra edhe kjo pjesë po shihet e ngarkuar. Alo, përshëndetje telefonata. Kushtu rruga, alo ma keq. Shumë. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Jam Zoana për Prishtinës. Hajde Zoana, tregona dua që ne ju po nana me përthojt një burr me gjet. Tia? Po. Nana me nova. Se po desha të radhe edhe në veta. Qysh do të me kanë burri për zonën sipas nanës? Mund të është një 80 me qeni gjatë. Apo një 80, hajde po, tjetër? Një 79 pra nota? Një 80 të naltë, po? Ja, vis një 80 të naltë, se ma dera mu më bën konkurent. Okej, tjetra? Tjetra çka duhet? Folmoj mos vjen kesh? Por gjo, veç me qenë djali mirë, djali tamane, mu lajmru njoni po thot 1.95 këtu. A është në rregull 1.95? Ka to ape more, mu kry dhe lajmruat me 1 januar. Ka to ape more. U kry, do më thonë, e ndret mos e atse vish bëma një dhurat mirë, ka të vjen. Faleminderit shumë, Zona, përshëndesim, ciao. Çemre u kry edhe kjo varpune, po do mu martu. Bravo Endre. Krahut e dëve në Rubin. Po. E ndret këtu kena me djeg me të sagatu, se kena me të qute linja e diamantve. Ky po kujton që për nuse, jo për neve. Po për neve dhe, fati ti që ka zbritje 20% diamant, 10% në ari. E në ari aty, ne a qka është taj. Po thot vishlet del nusja e mirë, se vjerra koka e mirë, do me thonë se pe pëlqen, a din këto, edhe u kry ke varpune. Që telefonata tjetër? Po vish kur të shes si plep 2 metra, kur ti hinder aty u kry, mo. 1.95, dof, para meno kur të mafët kjo. Me platforma, alo. Për një centimetra se këshyrni, ja. E ja, dikush pe këshyr ke valla. Ti për veti fol. Fol për veti. Ti fol për veti. Nona zonës pe këshyr, për një. Ja, ti fol për veti. Në varet për çka jashtë kësor, varet për çka dhe ku. Dhe 1 centimetër lun shumë rol. Hajde kallzom tash ti çka po don. Pre kur ka fillu media shqiptare, mu morën me këti reklama. Me çfarë reklame? Me çto përbora që do. Jo, mora ajo lypja, tha dua që. Me gjet një djalë 1.90. Një burr. 1.80, se unë. Ju përshëndes mas por, ju uroj gjithë mirë. Faleminderit. E dëgjova lojmin, e dëgjova tani. Me vërtetë. Edhe me bashku zemra ku ka më mirë.
ju dëgjoj, ju jeni këtë rregull, çam i bë vetës se ju keni frekuencën, keni ai për ju është mërzit, ju e di që keni pas sukses gjithë. Faleminderit. Për e ki fjalën për lajmin e më pashëm, okay. Po, s'ka problem. Unë ju biqëroj suksese, me vërtet unë besoj që keni me adol si gjithmonë edhe bile dosha të jetë shkas që do të përparoni më mirë. Besoj. Mbyllet një derë hamet një dritare. Më thonë, kjo ka qenë një bashkëpunim, i cili ka zgjatë dhe në rregull jemi. Madje nështë edhe ma shumë se sa që kena parashikuar. Edhe është bashkëpunimi, nuk e di, po ma merr mendja që është bashkëpunimi i parë në Kosovë, po se po mes dy mediave të ndryshme. Ndër bashkëpunimin e para. Mos të bojnë anë 100% me siguri. Ka bo edhe një ka bo më duket me klonit. Po nesër të mërësia. Po shumë shkurt kanë bo ata, jo gjatë. Po mirë janë të bashkëpunimet, unë i përgëzoj kur bashkëpunani, por edhe vetja dilni se keni pas hapësirë më shumë për milion dëgjuesve besoj në talmën. Unë dua që nesër ju po me të parë në janar, si quhen këtë Belgjumi, këtë bota, reset me pas, këtë memorien shtyne. Hiç, mos më kujtu delete kompleta, shift delete. Petrët e nitit këtë delete me pas memorien, komplet bota, hiç mos e pas asnjë lloj kujtese të kaluar siç, se të marrum, i loj të durë si njerëzim. Okej. Si të folur e kesh të imaginu filmin skenarin se qysh i shdok një film ku njerëz qohën edhe kanë memorien e fshime. Shkon fantastike, shkon besoj. Jashtë toksor. Edhe për të mirë më mënaj, tungë e bo. Hajde të përshëndes, në sytë e tu fantastike. Jashtë toksor, ma i fion, jashtë toksor. Jashtë toksor, faleminderit për kontributin që ke dhënë edhe ti për emisionin edhe po mundesh me vazhdu se na kena me qenë këtu. Edhe ato bile bashkë edhe me ujë rrugove kena me vazhdu me qenë. Po bile edhe kjo është një farë lloj bashkëpunimi, se edhe jashtë toksori ka qenë drejtuesi një emisioni. Po. Kështu që edhe kjo është bashkëpunim. Po vazhdon edhe ai me pas domethën Facebook. Alo, përshëndetje. Kanë arpia bëj live. Alo. Tani shumë durën. Alo, përshëndetje. Dua që naz dua që këtë vite në arshëm, këtë vend Kosovë, me qenë këtë në rregull, me pas rrujnë balë, mësë me pas probleme. Okej, faleminderit shumë që na ke telefonu për të përshëndesim. Dua që të kemi rrymë për vitëri. Bravo. Me qenë komplet në rregull. Alo. Që tjetra? Po ka të ngu në televizor. Jo. S'kam kohë. Okej, derisa ta nal televizorin, na shkojna me telefonatën tjetër. Alo. Të pritosh në kom. Hajde hin mrana. Alo. Hajde, kush telefonon? Hajde, përshëndetje Afrimin. Hajde, Afrim, qëshje? Se dishka së mbone në që se hand free, se dishka u bon, përse ta u do të me i këshpejt. Teknologja. Afrim, dua që? Po mas pari, nuk më dosht që më ndërprej këfar bashkëpunimi ju, se që ta shë mora vesh, dua që me bashkëpunu me edhe matutje me juve, a dëshiren matë mëlle e kam kvalifikimi i kombëtarëve në botëror. Hajde, mo dikush e tha. E tha dikush. Se do më thonë politika qaq na ka kop për fyti këto ditë. Jo me na hinë mendje për fyti. Unë e kam fytin mirë, unë e kam kryt të futbolli. Okej. Edhe ky është një sukses jashtëzakonshëm i vendit, mos fokusohemi vetëm te politika, Kosova ka shumë dyrë që çelën të shkojë përpara. Jo, la politika sa më larg se ma mirë i kena punë pata. Është e rëndësishme edhe në aspektin politik. Është e rëndësishme, ama jo më marrë kajtna me politikë tash. Po, i madhe i vogël. Afrim, përshëndes, faleminderit shumë. Unë ju përshëndes. I bashkangjitemi i kasavirim edhe na urimit tënd. Ti na Afrim, neve mundesh me na ndjek edhe tutje, kështu që të faleminderit shumë për kontributin që e ke dhënë për këto vjet. Llam Radio 86 FM në YouTube na gjeni. Faleminderit. Edhe po aplikacionin për ata që pse po isha edhe dokumente ashtu kështu. Jo, faleminderit secilit prej juve se ka shumë prej atyne që do të më falenderojnë një ka një. Po nuk po dojna me përmendem. As po mërzitur, jo, mos e shtu jena, mos javnin. Jo, në po mërzit në pak. Jo, hec po mërzit. Ka me mungu këj bashkë. Kështu që nuk dje të më thonë. Se telefoni edhe atja është disaj dini. Po, përveç asojna, vine emisione tjera për shtatnik, që shtu shkon kjo farë pune, mos u mërzitni. 04, që mi bu Fionës që shkon më të jetë, a më ndresë. Po shtu këshkon? Ndresë që jone.
Ha? Kush nuk shkon? A pet shkon, ha? Okej. Kallzoj tonën. Okej, do më thon po vika me kaçurrela. 049978 nashta i shkon mirë tash më minut turbo mi marr një 3-4 telefonata shpejta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na ka telefonu? Mili nga Prishtina. Dua që nota e vitit të ri të kaloj pa incidente. Faleminderit ju mgoja, çe tjetra fjon. Alo, kush na telefonon? Alo, jo, nuk po pres mo, ish telefonata që nuk koncentrohen se. Një pëshërëtim të vogël aty. Ja nesu me krytu me alo çaty. Alo. Me kë po flasim? Me Visarin. Hajde Visar. Dua që? Ishte në menin. Do e bo vate, do një vardeshire edhe do një jo kam du diska. Okej, së thash kush është të fola 2 telefonata, çka u bo? Çka po do në baba Visar? Mos më thuj dhaj nuse 1.80 plus. Hajde mi mroma. Nesja kalzona më shpejt. Faleminderit. Faleminderit. Dua që? Veç i sola vitit 2006 e kena ma mirë të 2005 të dëmos të politikan. Okej, faleminderit shumë. Tong përshëndesim ti shumë kthyë edhe një herë në 2006. Nëse s'na kthen që 2 veta në të na përmend 2006. Hajde se 26 mirë kanë edhe këta gatë me shku. Dojnë me dal fjalët e jashtëksorit. Reset. Dua që, alo, përshëndetje. Ju përshëndes shumë. Faleminderit edhe na ty zemër, përshëndesim, faleminderit shumë që na ke thirr. Edhe e pas një super vitri, po mos gabo, po me fishekizare, me dizellonja, thunë shpes, po dua se, nuk po dua se, po du veç dizellonja. Kjo është telefonata e fundit sa e përket këtij viti edhe këtij bashkëpunimi me Koavizionin. Alo, përshëndetje. S'po do i kam na fol, na ka idhnu. Koncentrohu se do më thonë je. Na u ka idhnu. Jo tha s'foli me juve. Është pak si. Pa nuk foli me juve, tha. Me përzgjedh letra cim. Po s'ka lidhje. Ç'është është domethën kur je për me fitu diçka dhe s'je i gatshëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na ka telefonu? Ramazani je telefonuesi i fundit për këtë vit. Dua që u befasova për mirë, dua t'ju uroj juve dyve në rrugtin mbar para 2 minutave kuptova se tash jina legal. Edhe inshallah keni suksese për një 100 herë më shumë se deri sot. Faleminderit shumë Ramadan, faleminderit edhe ty për kontributin edhe ti pas punë të mirë, përndryshe po jena nga këtu vizhimi. Faleminderit shumë. Shëndet e të mira. Faleminderit secilit prej juve për kontributin që keni dhënë për emisionin. Na kena me vazhdu, po jena edhe tash pjesën e dytë në Glam Radio, edhe prej kur bjen pi dytit, a tretit ja nisim apet në Glam Radio, mundeni me na ndjek me temat, me emisionet në vazhdim. Faleminderit Koavizionit për bashkëpunimin edhe për hapësirën që na e ka dhënë. Faleminderit krejt stafit mrekullueshëm. E di e kena një grup aty, mos më shitni pi grupit se kena me buhaj gara alo. Edhe ju një vit mbar me plot suksese e me shumë shëndet. Edhe mos harroni 2026 u bo reset, mos harroni për me jap shumë dashni. Tung nga unë Arsim Limani. Faleminderit shumë edhe një herë KTV-s për bashkëpunimin e frytshëm që ka rezultuar me një familje shumë të madhe, ku jemi të përfshirë unë e Cimi, ekipi i KTV-s dhe një numër i madh i shikuesve, i ndjekësve që na kanë telefonuar gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe kemi kriju një komunitet, një familje kështu simpatike. Faleminderit shumë edhe një herë që çdo ditë keni qenë me neve, çdo ditë keni ndoa eksperiencat e juaja, edhe keni ndoa momentet e dhimbshme, momentet më të gëzueshme të jetës me neve, e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Por na jemi këtu në studion e Glam Radios, vazhdojna me qenë në frekuencat tona bashkë me juve, kështu që siguroni me na ndjek në rrjetet tona sociale për me pasi çka do të ketë të re në Glam Radio. Ju dua shumë, faleminderit edhe një herë.